Jashtë ashtë soj që është të shkruar vendim aty, edhe me arsëtimin e vendimit nuk kam se çfarë shtaj. Mendoj se gjitha informatat janë aty, madje as nuk mund të përgjigjem jashtë asaj që është. Mendoj që atë dokumentacionet janë mirë të plotësuara, nëse keni diçka, shkojmë ndoshta mund me ndryshim. Mirë, faleminderit. Atëherë po shkojmë sipas shefave të grupeve. Por ndo, fjallën e pakim gosh. Faleminderit Kërësus. Ne përkrajmë këtë propozim vendim, pasi që me këtë vendim do të kryejmë kushte që kopja ime të zhvillohet edhe më tutje, sepse sipas informacioneve që kemi, ata kanë fituar një donacion nga BE-ja për ndërtimin e qendrës edukative ambientale. Dhe se si kusht ka qenë zgjatja mandatit për shëndimin e pronës për 99. Prandaj e përkrajmë sepse shohim një bazë të zhvillimit të turizmit në komunën e Prishtinës. Faleminderit Hakim, nga vetëvendosje urdhno Hatixhe Hoxha ka fjalën. Edhe lëvizja vetëvendosje e mbështetë nga PDK Muhamet Selmani, urdhno Muhamet. Edhe Mesi PDK e përkrahën. Edhe PDK e përkrah AKR. E përkrahin AKR-ja. Aleonsa. Grupi jonë parlamentare për fakët. E përkrahin Partia Drejqisë. Po Lista Srpska. Po IFORT. Po Abetare. Gjithë do të e përkrahin. Atëherë po përgatitni prezentimin 33 antar. Janë 29 kundër shteti abstenimi. Konstatoj se me 29 votator aprovohet pika e renditit protokollimi komunale të pronës pajishme komunale në shëtimave të fundacioni je ju falenderoj. Shkojmë në pikën e tretë të rendit të ditës, e që është propozim vendimi për dhënien e pronës së paluajtshme komunale në shfrytëzim kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike. Materiale kemi afat shkurt, po. Do të thotë është fjala për dhënien në afat shkurt. Drejtori i pronës, tash edhe një herë, unë po konstatoj që
nuk është urgjente pika, nuk është rasti veçantë që ne vendosna në afat gjatë. Na mujt vendosëm afat gjatë, po unë besoj që është e kundëlishme. Unë ju kësha propozu gjithve që në mënyrën se siç i kemi propozu ne, se ekzekutiv t'i votoni, në rast se ka probleme ligjore, ka me i këthuj ministria. Që kjo rrugë me ndodhë, si me ndodhë mbledhen e arshme, si me i këthuj ministria njësajsh, nuk keme hukë ko. Po, nëse janë të jashtëligjshme, atëherë edhe këta ministria. Keni të bindur, kështu që... Ministria e pushtetit lokal. Na ka dërguar me 6 qytet Po qartë. lokale, Qartë. Drejtor, është propozimi i ekzekutivit, unë i dhash vrejtjet e mia që menoj që nuk është rregull, po nëse insistoj ekzekutivi, vetë tek drejtori. Nësë është ashtu, unë kësha propozu për pikën në raport me hortikulturën, po edhe këto se më duke që ka të pëjmena i shemë këto, pe janës tonë, që të votuam për 15 vjetë, në rrasë është e shresë. Me kushtin që tjetë për 15 vjetë. Për 15 vjetë. Si është me kalju. Do të propozimi i ekzekutivit është për 15 vjetë, që shë mora shpërnake. Po, kone? Rendititës me materialin bazë. Lutëm, edhe këtu, sigur material bazë, thuhet pika sa i vjen 3-4 tash në Pika 3 këto. është propozim e dini për vënien e pronës të shfrytëzim afat shkurtër për 15 vite. Që s'ka me hërshëtur tjetër. E njëta që ka qenë edhe në rastin e hortikulturës, po nuk o mirë kuptu, nuk ka problem. Ashtu e të. Drejtori, po më përmenja më po konsultohet qysh po e qesëm, a për 15 vjetë, a që shumë material. Përdo, Mohamed Selmani nga PDK? Anderi Grësus, prej një shkrese që këtë e pashë kështë dërgu Ministria e Pushtetit Lokal, thotë që për raste urgjente në mund marrë vendime dhe për afat gjatë. Unë besoj që furnizimi e me energji elektrike ose dislokimi i trapove shumë raste mundet me konë edhe urgjente, se në qoftë se shtyhet për 6 muaj të lëni lagje të. Në cilën vendim do marrëm besoj që është i drejtë. Edhe nëse kërkohet 15 mirë, po edhe nëse bëhet 99 vjet është në rregull, po besoj s'pa ku pas shkresën që kemi për ministrisë. Faleminderit. Hatice? Atëherë, në redi ditës e kemi përcaktuar do të thonë afatit, mirë po brenda tekstit, për te propozimi pika 5 për 15 vjetë. Por mendoj që veç duhet mu harmonizu datat, se për ndryshe brenda tekstit është 15 vjetë. Atëherë po qesëm në... Une e mora vesh edhe drejtori që i pajtimit ashtu, na po e qesëm dhonjen shfrytëzim afat shkurt për 15 vjetë. Kush është për pregatimi për votim? Urna. Para se me drejtori. Kresus se nuk banë bashkë 2 pika të votu për njerë dhe pikën 9 të tjenë material, ka është cëla mbet? Është e folë veç e veç votuar, veç e veç këto, se janë pikat, ndryshme, ka kacionet të ndryshme. Por në drejnë? Diskutim edhe me kryetarin, rastet e veçanta
janë kështu të përkojnë përjashtim prej këtij kufizimi që ne nuk do të me votu për 6 muaj para përfundimit mandatit. Kështu që nuk ka problem, unë ju kërkoj juve që ti votoni ashtu siç i kemi propozuar. Ky kufizim nuk vlen për rastet e veçanta. Gjitha këto rastet përpërin rastet e veçanta. Po, mund të votohen edhe për 19 vjet, rastet e veçanta. Kështu që në rregull është dokumentacioni. Dren, për mbajtje të dokumentacionit kërkohet votimi për 15 vjet. Prandaj pika 5 thotë që është afat shkurtër, kështu që nuk kemi fare dilemë, nuk kemi këtë kontest. Mund ta votojmë edhe të kalojmë kështu, pra mund të problematizojmë një gjë që është rreth. Çfarë është problematike? Qysh votojnë ai? Disponibël është qysh? Qysh ju propozoj? Atëherë, po e qesum në votim këtë propozim vendimi për dhënien e pronës palushke komunale në shfrytëzim kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim e energji elektrike për 15 vjet. Ashtu si është material. Përgatitemi për votim. Faleminderit kryesues, përshëndetje të gjithëve. Është dokumentacioni do të thotë po një sqarim. Ne para një kohë kena marrë një kërkesë nga qendra tregtare Albi Mall për një zgjerim aty. Ata në ndërkohë kanë nënshkruar një kontratë me Inditexin, që është kompania më e madhe në botë e tekstilit. Edhe urbanizmi na u ka drejtuar në planifikim. Do të thotë drejtorisë së planifikimit kanë punuar së bashku për me zgjedhje zgjidhje që është legjitime, do të thotë aty me bashkim të këtyre blloqeve i mundësohet ndërtimi i objektit në fjalë, për arsye se ai ka blerë toka tjera për rreth dhe ka plotësuar kushtin, pa i ndryshuar asnjë kriter, do të thotë asnjë parametër. Rruga mbetet e njëjtë, koeficienti i shfrytëzimit mbetet i njëjtë, të gjitha mbeten të njëjtë, jo në harmoni me planin në fjalë. Do të thotë bashkimi i blloqeve e mundëson që me u realizu projekti në kuadër të planit rregullues. Faleminderit drejtor. Atëherë po shkojmë sipas grupeve qytetarëve. Agim. Gash. E keni fjalën për LDK si grup e përkrahur. Vetëvendosja e mbështetjen. Ata përkrahin, vetëvendosja mbështet. BDK a kemi kundër diçka jo, atë përgatitni për votim. Por no. Partia Fort. Faleminderit kryesues. Ka ta Vlor? Një pyetje kam lidhje me shtesën që pas kam u bë prej Albi Mallit, pra cila është natyra e atij aneksit që ka me u bë dhe çfarë
veprimtari e ka me ushtru aty. Tregtios, po. Inditeksi, nëse e din, Zara, qenë tjera si kam haru firma. Po, ne edhe ashtu si Kosovarë shumë, po më nëjë, po dalim jashtë shtetit, po shpenzojmë kolla në do brendet të cilat ai si duket e ka kontrakt në justu, po e ka edhe i bjen në Kosovë. Faleminderit, atëherë po përgatitemi për votim, nëse ka diçka. Gjona të moshit. Edhe Laura Zhepa. Prezentimi që të tjerë. Votojmë. Në 35 vota për, kundër 2, s'abstenën asnjë, konstatoj që mirakolli i vendimit për vazhdimin e voçeve të Ju faleminderit. Shkojmë në pikën e radhës, e që është propozim vendimi për ndërrimin e destinimit bllokut C5 në kuadër të planit rregullues urban me adresë Çamëri. E keni material që nëse drejtori nëse ka nevojë urnot është e qartë. Atëherë po shkojmë drejt në votim. Ju faleminderit. Faleminderit kryesues. Deshta vetëm një sqarim se në bazë të skicës po e shoqërojmë 2 pika në cilat janë të planifikuar me institucionet parashkollore. Tash do të thonë kjo që mbetet vetëm një pikë për të dyjat. Të planifikume në plan rregullues, po toka nuk është e jona, është tokë e UCL-sit, dhe s'kan mujt kur moralizu. Si të tillë, ne kemi një grant që duhet me shfrytzuar një shans të mirë për me ndërtu qerdhën edhe kena mendu që mjafton. Besoj që po. Drejtor dhe Visar, po votoj, përgatitni për votim. Zona Laura Zhepa. Votojmë. Konstatoj se me 35 vota për, 1 kundër, abstenimi në votimi, miratohet vendimi për ndërrimin e destinimit të bllokut C5 në kuadër të planit të rregullues urban me adresë Çamëri. Kërkojmë në pikën e radhës. Kemi propozim vendimi për ndërrimin e destinimit të parcelës 4 që denote propertisë 4 në kuadër të planit të rregullues urban Prishtina e Re, Perëndim. Drejtor, shkojnë si mas grupe parlamentare. A gjenë?
e përkrani. Vetëvendosja për krah. Muhameti ka një pyetje. Drejtori, parcela është publike, private? Faleminderit. Dikush kur në shumë aktivë Dhe Kresus. Prap pyetjen e njësin pikën paraprake. A kanë me u bo prap 2 pika, 2 qendra të mjekësisë familjare, apo mbetet një edhe ai plotëson kërkesat e asaj pjese? Në rregull, nëse s'ka dikush tjetër, përgatitemi për votim. Patel Gashi, zona Podgorica dhe Laura Zhefa. Votojmë. Konstatoj se me 35 vota për, kundër 1, abstenim nuk kemë, miratohet vendimi për ndrimin e destinimit të parcelës 494/4 në kuadër të planit rregullues kombëtar Prishtina e referendum. Shkojmë në pikën e ardhshme të ditës, që është propozim vendimi për dhënien e pronës palëshme komunale në shfrytëzim kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim energji elektrike. Për ekzekutivit materialin sigurisht e kemi rregull, po shkojmë sipas shefave të grupeve. Nga të kë? Jo. Keci apet, po. Mirë. A ka dikush rreth kësaj diçka? Nëse jo, atëherë përgatit. Sofia Mozesh. Hajde po përgatitni për votim. Kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim energji elektrike. Faleminderit. Pika 8. Është propozim vendimi për konsulta paraprake publike lidhur me rregullorën për hyrat vetjake të institucioneve kulturore varëse të komunës së Prishtinës. Drejtori i kulturës e ka fjalën. Por në drejtar. Andrei shumë Kresus, ndëruar drejtar, ndëruar shqiptar komunal. Para juve keni një projekt rregullore për shqyrtim publik për të hyrat e institucioneve varëse të drejtorisë të
institucione vartëse të kulturës në komunën e Prishtinës. E njëjta është prezantuar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe janë nxjerrë disa propozime për ndryshim të disa prej dispozitave të parapara në rregullore, megjithëse për shkak të kohës shumë të shkurtë edhe pamundësisë për të ndërhyrë, edhe nevojës kuptohet për plotësim, duhet të përmend vetëm disa prej detajeve të cilat përshojnë që të arsyeshme të përfshihen para se të dalin për shqyrtim në publik. Propozimi ka të bëjë me krijimin edhe të një karte vjetore, një karte me parapagesë për shfrytëzim edhe për hyrje në të gjitha institucionet e kulturës komunës Prishtinës. Qëllimi i saj është i qartë, rritja e të hyrave për institucionet e kulturës, pra të kemi edhe një planifikimi më të mirë edhe gjenerim të hyrave për institucionet e kulturës. Kjo është në bazën e strategjisë tonë si drejtori për të përmirësuar të hyrat edhe për të ngritë kontrollin, menaxhimin edhe performancën po flas financiare të institucioneve tona të kulturës. Jo vetëm të institucioneve publike të kulturës, po kjo ndërdihet megjithëse me rregullore nuk ka të bëjë shumë edhe për institucionet e pavarura të kulturës. Pra, kemi edhe propozime tjera cilat mendoj që do të duhet të vinin edhe prej diskutimit publik. Unë do t'ju ftoja juve, nëse keni pyetje eventuale konkrete për rregulloren, parashtoni pyetje në këtë fazë, edhe besoj që në fazat e më të qeshme do të pasurohet me propozime konkrete. Faleminderit shumë. Faleminderit drejtor. Unë kam një pyetje, komisioni lidhur, kush ka qenë komision për hartimin e kësaj rregullore, kush do të jetë komision? Po, ose kush ka qenë, do mos e komisioni ka shkuar për që komisioni ka punuar, kush është çfarë komision? Propozimi vjen prej drejtorisë kryesuese, edhe kemë thonë në Komitetin për Politikë dhe Financa, është një model komplementar me rregullore për të hyra për institucionet e arsimit të komunës së Prishtinës. Mund të ketë në ishim teknik, mund tjetë. Këto është vendimi që unë e kam të komisioni lidhur me vendimin e cekur. Komisioni, të mund. Qenë një komision. Është lëshim teknik, jo nuk ka komision, është lëshim teknik. Është lëshim teknik. Në rregull. Është këtë pyetje bona veç me qëllim se na e çojmë për konsultim publik, po kush e shqyrton çato propozime vrejtë, për çata unë të veta për komisionin, se për gjë tjetër. Urdhaj isha? Nderuar drejtor, a janë konsultuar këto institucione? Tim në këtij propozimi. Po, veç janë konsultuar për me ardhe këtë propozim. Na kuptohet që bashkëpunojmë edhe jemi në konsultat të përhershme me bashkëpunëtor tonë të institucioneve përkatëse. Një dokument i tillë ka mungu drejtorisë edhe përpasoj nuk kem pas mundësi me përmirësua dhe kontrollin financiar në raport me to, sepse nuk kem pas dokument me rregulla të shkruara, sikur rregullorja e propozuar, përmes të cilit definohen sa do të jenë hyrat vjetore, edhe forma edhe e shpenzimit edhe e grumbullimit tyre. Faleminderit drejtor. Po shkruajmë sipas grupeve me lidhje këtë sakin. Ne përkrajmë dërgimin në diskutim publik të kësaj rregullore, pasi që në vërtet nuk ka kuptim që edhe më të institucionet e kulturës menaxhojnë me buxhetin që krijojnë kundërshtim me rregullative ligjore përkatëse. Një sfidë e tillë na ka pas përcjellur në institucionet shkollore, por ju e dini thjesht që këto institucione nuk mundën ndryshe me gjeneru mjetë dhe me menaxhuar ato, sepse ato faktikisht kanë konta të hapura. Dhe të gjitha ato mjete e nderë marka klasike, në përzyrët e tyre, dhe ajo nuk lejohet në kushtet sot në një gjë të tillë të shumë arsyeshme. Tash po hyn për mbajtje se a është propozim projekti të më thonë për komplet, në rregull, sepse gjatë diskutimit do të kemi mundësi edhe në momentin e miratimit do të kemi mundësi që të japim. Faleminderit, a kem
Se vedojmë sa shumë e interesve që dhe mu dërgu pas pari në diskutim publik edhe pas taj taki drejtoria këtë regullu. Faleminderit nga PDK. Për të keni diçka nëse në rregull për kanë. Urna Faleminderit për fjallën kryesues. Unë leqët se e përkrojmë që të shkojmë diskutim publik, mirë po para praktisht e politike për pikën 2.4 të kësaj rregullore, pse është e parapone që institucionet qoftë qeveritare, qoftë lokale të lirohen nga pagesa, kur mos lirimi nga pagesa do të kishte me i kontribu buxhetit të teatrit, edhe po ashtu organizatat jo qeveritare kur dihet se ato për projekte të ndryshme kanë edhe fonde të caktuara, pse duhet lirohen dhe mos i kontribuojnë buxhetit të teatrit. Më thënë, në këtë pikë po mendoj që duhet të diskutohet. Faleminderit. Po shkojmë si mas grupe tjera a kërë? Urna. Faleminderit kryesues. Grupi jonë për gëzon drejtorinë e kulturës për punën e bërë, definitivisht një rregullore që ju ka nevojit institucioneve kulturore, kështu që jemi për. Faleminderit. Dikush tjetër Bardha? Bardha. Përshëndetje për të gjithë. Edhe pse kjo rregullore do të del në diskutim publik, unë si sugjerimi imi është të heqet pagesa për antarësim për fëmijët e shkollave fillore. Kjo për të stimuluar më shumë leximin e fëmijëve në komunën tonë. Faleminderit shumë. Yli? Në rregull. Dikush tjetër? Syla, urna Syl. Po, për Syla. Urna Syl. Dakord me diskutuesit të cilët e përshëndeten mund të këtë rregullore të vënumër, sepse vërtet kanë kaluar prej vitit 2017 vite për pa rregullore të çështje e cila nuk ka dashur një procedurë kush e di se çfarë dhe është bërë mirë. Përkundër asaj që do të dalë në diskutim publik nga një përvojë e një institucion të bibliotekës e konfjale, të bibliotekës komunale për bërë fjallë për hyrët e antarësisë, përveç antarësisë e tjerë, konsideroj që është mirë të përmendet edhe një mundësi tjetër të hyrët edhe nga interneti, pa shfrytëzimin e internetit, nuk figura. Ne mund të themi që sot gjithkush edhe në telefon e ka interneti e tjetër, po unë mendoj se e ka vendin dhe është mirë të jetë atë figuroj. Dhe kur është fjala të lirimin nga pagesat, konsideroj që është mirë këtu të hyrë edhe ushtarët, të cilët kudo në shtete tjera praktikohet që ushtarët të shfrytëzojnë bibliotekat në antarësim pages. Do të do, lirohen nga pagesat. Nuk mendoj që është e nevojshme të lirohen nxënësit të shkollës fillore nga pagesa, kur dihet që është shkallëzuar, sepse nuk paguhen si i rritur e si i vogli, do të janë dy shkallë të pagesës. Veç kësaj, sa unë kupon rregullore në fshatra, në përdek janë të liruar nxënësit të gjithë antarët që të bëhet regjistrimi pa pagesë. Konsideroj kjo ka qenë shumë e udhës dhe shumë e drejtë, sepse në fshatra kemi probleme në përfshirjen e antarësimit ma të gjerë, kështu të interesimit, prandaj konsideroj që kjo në përputhje me rregulloren është mirë dhe nuk isha pas drejtë. Faleminderit. Ju lutem vetëm shkurt, urno Ylli. Do që po ndodh që edhe me nanë dhe do të pak në debat. Por mos më pajtu për çështje. Është mendoj që duhet të ketë lirim të pagesës për fëmijët ju nuk janë kategorie njerëzve të cilët gjenerojnë të ardhura, gjendjen ashtu kështu e kemi keq me lezetshmërinë e fëmijëve. Në parim unë mendoj që arsimimi dhe instrumentet që janë të tij duhet të ofrojnë shërbime pa pagesë.
në publik, do të parim edhe bibliotekën e shoh si pjesë të arsimit, konsideroj që duhet bërë pa pagesë për fëmijë gjithsesi, nëse është e mundur që të kemi fonde për ta marrë bibliotekën edhe pa pagesë për të rritur, do të ishte edhe më mirë, por e kuptoj që për të rritur ndoshta na duhet për t'i kasur jetën që e mbajnë. Për fëmijë konsideroj se duhet jetë lirim jo vetëm në fshatra, por në gjithë qytetin, gjithë fëmijët të kenë të drejtën e ku me marrë me shku më shumë ato bibliotekë. Faleminderit. Po, me qenë se shkon konsulta publike, unë e kësha lu drejtorinë të merë shënimet ku të shef të arsyeshme me inkorporu para se shkon konsulta publike edhe shkon konsultim publik, që që na mund flasëm po kë shkon konsultim publik, urnosy, po shkon. Për një pikë të rani ditës, mund të mos harrojmë, pritet vetëm një herë. Regjistrimi vjen për një vit kalendari. Deri tani ajo bibliotekë regjistrimin e ka pas për nxënësit e shkollës fillore 3 euro. Librat që i marrin fëmijët i shkatrojnë ma letë se të rriturit, sepse nuk jenë të kujdesshëm, amortizohen shpejt. Prandaj është shumë e qelluar për 3 euro të mos lirohen, po t'ju mësohet spaku biblioteka që të mbuloj ato amortizime e shkatrime të fondeve me një mjetë shumë simbolike me një pagesë. Do kemë se po më duket pas taj visori, Pak ditit të jam Jo, nuk po shefë, veç atë kur jam konar. Unë e përkaj syve se është veprem humanitar ose politika sociale nuk nënkupton që çdo gjë ta bëjmë për pagesë, sepse ne mund të shkojmë në çmime ekstra të ulta për fëmijë dhe kategori të ndryshme. Kemi familje në sistem sociale ku të marrësh paratë. Pa e në të metët në një farë mjërë në kompetencë e organet për ka që ta vlerësoj, bët një farë shkallëzimi. Por, antarësimi me pagesë në vlera minimale, kryon një farë kulturës të rejë. Ja shton për kujdesin për libri, nëzit një farë inercioni të qasjes pak ma ndryshe shërmije që i bëhet. Në nuk e ndihmojmë në këtë proces që ose krejtë që i njërojmë. Por do të ishte mirë që kjo përshkallëzohet si pas vlerësimeve të natyrës. Ordo Visar? Faleminderit kryesues. Kisha dashur me u ndal te pika 6.3 te pagesat e shërbimeve masaktësisht te teatri Dodona. Po më duket që për shkak të ljaramanisë të aktiviteteve që me cilat mundet me u shfrytzu ato salla, nuk mundemi me jep çmim kaq fiks për secilin rast. Ndoshta kishin mirë që megjithatë me lënë deri në një masë në diskrecion të teatrit që varësisht prej natyrës së aktivitetit që kërkohet me u ushtru aty, ndoshta edhe pagesa me qenë pak më fleksibile. Sa faleminderit, drejtor besoj që i ke shënuar gjitha këto vrejtje, por në vlorë, me se shkon konsulta publike mund me i korrigju edhe me që konsulta me që do vrejtje. Unë e përgëzoj drejtorinë e kulturës për punën të cilën e kanë bë, thash pasi që shkok edhe në diskutim publik, kisha dëshiru që me qenë të përfshime dhe organizatat jo qeveritare, ku mi marrë mendimet e tyre se si gjenerojnë të ardhura, po gjithashtu të çmimet për shfrytëzimin, sidomos te Dodona duhet të rritën. Besoj që duhet me pas parasysh e puna e shfrytëzimit. Faleminderit Vlorë, profesor Mendiv. Falenderes zoti kryesues. Krahas pajtimit në diskutimet që u bën deri tash, janë dy gjëra, tri që do t'i përmendi unë që nuk i përmendën, unë mendoj te faqja 5, te pika 6, mendimi jem është të punojësit shkencor nuk duhet me i shtyr në 20 euro, le t'jetë 10 edhe ajo. Ashtë do shkojnë diskutim publik, po le t'jenë parasysh që të bisedohet. Tjetra, kjo nuk zde imët, ndëshku se po më pengon mu. Le t'jetë aty
në fakt në tjetër faqe, le të jetë nga masa disciplinuese të përdoruesve të bibliotekës, ndëshkuese mos figuroj, të tjerat besoj në diskutim publik do t'i plotësoj, është mirë, u pajtova me shumë diskutime, u pajtova që hiç pa pagesë nuk bën. Pagesa shumë e lartë edhe ajo nuk bën sepse pa ku shkon biblioteka sot. I falenderoj. Gorda, falenderit profesor. Thjesht edhe një sugjerim tjetër. Pak shpërzohet biblioteka. Gorda ka të ndëgjojmë, agent. Gorda ka fjallën, orë no. Të tyrat vetanake, të qeverisja me tyrat vetanake, të neni numër 9, do të dëshiroja ta shtoja një pikë që ndoshta të bëhet një plan se si të stimulohen fëmijët për të lexuar pak më shumë. Nëse për shembull një fëmijë e viziton ose merr 2 ose 3 libra në javë për të lexuar ti, për një libër falas. Po vetë shikohet mundësia se si ta ndajnë një fond edhe pak për stimulim të leximit. Falenderit. Që sa herë vesh. Shkon konsulta, mos të zgjasëm. Shkon konsulta publike, drejtori merr shqetësimet këtu, nëse shef të arsyeshmi inkorporon për konsulta publike, mos të zgjasëm shporta. Unë e konsideroj se targa me 5 euro për mua të arsuar në bibliotekë faktor diskriminues, sepse nuk mundesh mi angarku një kategori të cila nuk përfiton një çmim publik. Është në rregull kompania private e një bazeni mi marr tiketën të fëmijës, sepse ajo është kompani private. Po na jemi institucion publik, dhe na nuk kemi drejt të bëjmë si lojtarë, sidomos dhe kjo nuk përkon me frymën të cilën ne jemi munduar të implementojmë në këtë komunë. Shujtat ditore për fëmijë janë ndirim i ngarkesës për fëmijë dhe sigurisht për atë kategori e cila është e varur. Se jo për fëmijët nuk bëhet shujta pse për dikon që ka parë, sepse ai mund del, po janë për fatkesh 20% e fëmijëve në varfëri të skajshme të cilët nuk mund. Çka më ju bota ashtu? Çka më ju bën një fëmijë se cili prindi nuk ka hiç konsiderat ndaj kërkesës tij për me hyrë në bibliotekë? Çka më bën? Domthonë, unë mendoj se është diskriminuese si institucion. Konteksti në cilin na veprojmë nuk na lejon ta imponojmë këtë kësaj. Unë i sugjeroj, është çështje e vullnetit të shumicës dhe drejtorisë, por mendoj që është e padrejtë që t'i vendosim tash. Qose mujmë si komunë të ndajmë mjete që e kompenzon këtë deficit financiar që mund të shkaktoj këtë vendim, jam dakord që ta bëjmë. Faleminderit drejtor. Apo të diçka nëse një kemi kohë kur debatojmë për këtë çështje, kjo ne ka drejtori dhe po përgatitemi për votim. Urna, drejtor. Do të mundohem që jemi shkurt edhe kërkoj falje nëse dikujt eventualisht nuk do të më rriti ja përgjigje për shkak veç s'kam rri me marrë shënim. Po kthehem te propozimi i zonjushës Adio për lirimin nga pagesa me pëlqim të drejtorisë kulturës për organizata të cilat ushtrojnë aktivitet jo fitimprurës dhe që konsiderohen me interes publik. E përmend edhe më herët jo rastësisht që na po synojmë me zhvillu një strategjie edhe që do të marrim informata bazike nëse gjitha aktivitetet kulturore që zhvillohen në Prishtinë a kanë sens të lirohen prej pagesa pjesëmarrësit dëmtojnë, vizitorët të tyne, sepse ka studime, po flas, cilat thonë që kultura dhe arti nëse nuk paguhen, nëse nuk participohet për aktivitetin e tyne, hub mande dhe vlefta e aktivitetit. Po flas për studime shkencore. Në këtë kuptim, po synojmë me angazhu edhe fal bashkëpunimit me institucionet e huaja, ekspertët të huaj edhe me marrë modelet të ngjashme. A ka levërdi po flas financiare nëse kuptohet që ka për pagesë për participim, apo dohet na të vazhdojmë edhe për kujdesim edhe matuqe që me mjetet tona prej programit subvencioneve të marrim jetën kulturore gjallë në kryeqytet. Ideja pra është që me ngrit qëndrueshmërinë financiare të institucioneve të pavarura të kulturës në kryeqytet. Për sa i përket çështjes pagesës, tash edhe kjo për antarësinë në bibliotekë edhe kjo lidhet tërthorazi me atë vlerësimin që na po e presim në ndërkohë. Mendoj që kjo mjetet çështje diskutimit publik edhe mandej është në diskrecionin e juaj të vendosni përfundimisht
nëse duhet të aplikohet ajo. Si informat plotësuese jap që se si po thjesht se cila shkollë ka fondin e vet të librave dhe në këtë kuptim mund të llogarisim që titujt shkollor të paraparë për nxënësit në ciklit të ulët të shkollave mund të marrin dhe të furnizohen prej është interes po them e drejtorisë që të rrisim të hyrat e institucioneve kulturës përfshi këtu edhe bibliotekën, kuptohet edhe teatrin. Kur jemi te teatri Dodona, pagesa e cila është përcaktuar këtu është propozim edhe një farë praktike ndjekur për vite me radhë nga teatri. Rregulloria ka të bëjë edhe propozimi i saj ka të bëjë kryesisht me përcaktimin edhe fiksimin e tarifave për çështjet të menaxhimit më të mirë financiar të hyrave. Është problematike nëse merret në diskrecion të personave për të përcaktuar atë shkollën e pagesës për shfrytëzim të sallës. Mendoj që tarifa propozuar është simbolike dhe të pas parasysh institucionin në çfarë natyre ka Dodona, unë mendoj që ajo duhet të ngritet sepse në farë mënyrë po shfrytëzohet edhe emri i saj për të prezantuar shfaqje ose ngjarje në teatrin Dodona. Okej, falë, se e kom keq kuptu. Po kuptohet që në kuadër të diskutimit publik të planifikuar kemi edhe një sesion të veçantë me komunitetin kulturor të kryeqytetit, përmes cilën ne do t'i marrim edhe propozimet të tyre konkrete, edhe do t'i adresojmë edhe në seancën e kuvendit komunal, edhe duke i argumentuar nëse veç kemi propozime të tilla. Mendoj që rrita me i përmbledh, pjesën tjetër do të përpiqesem me i marrë prej proces verbalit propozimet. Faleminderit drejtor, unë mendoj që mas fjalëve drejtorit, argumentimin që dha drejtori, që edhe shkohet konsulta publike na përgatitje për votim. Ideja është që para se të votuhet, propozoj edhe diçka tjetër, përfshihet, thash për shkak të kohës nuk është përfshihet edhe një dispozit tjetër që rregullon, mendoj që me qenë pak në perspektivë më gjatë kohore rregulloria dhe mos ketë nevojë me u ndryshu për një periudhë. Përfshihet edhe një pozicion i ri ku specifikon të hyrat nga institucionet e tjera të kulturës. Edhe më u caktu një tarif fikse. Kjo nuk kupton që nëse krijohet një institucion i kulturës i komunës Prishtinës potencialisht në të ardhmen, qoftë një galeri ose një muze, të përcaktohet shprehimisht si pikë cilat çfarë hyra do të realizohen nga institucioni që vjen. Po do të hapun nëse eventualisht krijohet në të ardhmen, më u shfrytëzu ajo dispozit ligjore për më ngarku me pagesë. Faleminderit shumë. Hajde një shohë, po mas fjallës drejtorit, në shka, urda. Faleminderit. Mendoj se kjo rregullore do të ndihmoj shumë që të përfitojnë qytetarët tonë dhe sigurisht se kjo do të plotësohet me këto propozime që u dhanë nga kolegët këtu dhe në diskutim publik dhe do të ndihmoj funksionimin më të mirë të institucioneve kulturore, cilat do të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët tonë, të cilët do të përfitojnë nga funksionimi i kësaj rregullorie. Faleminderit. Faleminderit. Përgatitni për votim.
Faleminderit. Kalojmë në pikën e radhës të rendit të ditës. Është pika 9 e që është propozim vendimi për miratimin e planit komunal veprimet për të zhvendosur dhe zgjedhjen e qëndrueshme të tyre. Nëse prej ekzekutivit ka dikush materialin e keni, unë mendoj që këti materiali punu mirë, shtu që është e nevojshme me aprovuar. Përshëndetje për të gjithë prezent këtu, vetëm një informacion shumë i shkurt, rregullori është para juve, është obligim edhe kushtetues në bazë nenit 156 të Kushtetutës Republikës Kosovës, është i përpiluar në dakordim të plot në Ministrinë e Kthimit, në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komiteti për Komunitete, ka qenë prezent edhe zotin Erad Miladinović kur është përpiluar, do me thonë kemi marrë sugjerimet të plota nga anëtarët e komuniteteve, ju kisha preferu që të votohet dhe të kalot kjo rregullore. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Po shkojmë sipas grupeve nga LDK, agent Hetem Kupina, urno Hetem. Ke besuar me vitet vet, po e them që e kanë lexuar të gjithë plan veprimi. Unë po them që se kanë lexuar që. E po mirë, në rregull. Pas fjalëve të drejtorit që i tha këtu para nesh dhe para jush të nderuar kolegë, është e tepër çdo fjalë me e thonë tjetër. Kështu që është kriter, duhet ta votojmë, edhe pse unë në cilësinë e anëtarit të komisionit me rastin e hartimit të këtij plani, kam qenë anëtarja të komisionit, kam një vretje të vogël që materiali nuk është i plotësuar me të gjitha të dhënat që kërkohen me qenë aty. Numri të zhvendosurve nuk dihet, numri i atyre që duhen të kthehen nuk dihen, e të jë, po unë besoj që në ardhmen do të punohet në përmes zyrës për komunitetet dhe kthim, dhe do të plotësohen të gjitha ato kritere që të gjitha ato dhënat që kërkohen me qenë të parapara në plan veprim. Kështu që edhe unë, në cilësinë e një anëtarit të atij komisioni, kërkoj që ta votoni edhe mos furni kohë shumë. Faleminderit. Faleminderit. Het nga vetëvendosje në Artiqe. Asta dhe në Komitetin për Politikë dhe Financa të dëgjojmë edhe këtë shpjegimin, edhe këto edhe drejtorit, po besoj që ato sfida ose vështirësitë që i përmendën teve do të përplotësohen nëse ka kudo nevojë. Besoj që Ministrisë për Kohësisë së ajo kthimit do t'i ofrojë ato zona, ato janë shpikuna për t'i ofru, edhe ja ofrojë pastaj edhe përplotësohen më shumë. Ne e mbështesim domethënë. Faleminderit. Nga PDK, Muhamet Selmani e përkrahin Akure Meli, e përkrahin Aleonza Fadil, e përkrahin Partia Fort, Drejtësia, ju falenderës pregativ. Agim? Hajde, e përmirësim. Urna agim po, i mirë së ardhën. Me në qëtë se e ta tha ka lezru, se ka lezru një qasje vogën, me njëherë më solli këtu të një lëshim në rregullore që nuk është mirë më lëshu kësistoj. Aty ku është folë për edukimin. Thotë sa i përket edukimit në komunën e Prishtinës, arsimimi është mjaft i zhvilluar, ekzistojnë 8 institucione parashkolluar. Jo 8, po me një statistikat e reja. Edhe kontrolloni mos kemi lëshuar në një gabim tjetër, sepse po miratohet një dokument i cili është njërë që jenë në aspekt statistikor në rregull. Dhe në Komitet për Politikë e Financa unë e kam ngritur një çështje tjetër që po shoh që s'është përmend fare, tash nuk ka qenë nxit sa i diskutimi jem, sepse kësaj rregullore mungon një statistikë tjetër për funksionin e zhvendosimit. Për të cilën kjo rregullore do të vëhet në shërbim. A ka në statistikat e Kosovës, si pas komunës, të dhana se cili është numri atyre që është vendos dhe planifikohet të kthehen. Më do të ishte mirë, sepse në aspekt analitik ne
ka pak du të angazhojmë vetën që të shojmë të zhvillime edhe kur votojmë të atim se për cilën të mirë apo të keqe po votojmë. Faleminderit. Faleminderit takim. Hajde nëse ke po të arsyesh në urna. Fjona është jo për një shumë. Për një plan veprimit, i cili kjo është tërbuar dhe është hartuar në bazë të rregullores, të cila ajo rregullore ende nuk është e nënshkruar në qeveri. Do të thotë, kjo është një plan veprimi për kthimin e të zhvendosurve dhe inkuadrimi i tyre i qëndrueshëm në shoqëri. Do të thotë, statistika se sot ka të kthyer dhe i kjetë, sa familje i kthyer, po, sa familje e kanë shuar Kosovën, faktikisht, komunën e Prishtinës, në vitin 1999, ato nuk kena mujt me ba as unë asere nuk e ka një sakt që ka punuar 5 fillimit të drejtë. Edhe në komitet për financa, e të mësek që në qatë statistikë nuk e kemi. Po, nuk mujt të ashtë para gjithë të organit me evaluar me statistikat të ndryshme. Dhe vëllë një statistikë të tamam nuk e kemi. Për të thime po, e dim sa familje sërbe më pyre, sa familje rome, e dim sa shti në shi, i ndërtuar e në shi, e kemi një statistikë. Kjo në plan lokal, i veprimit që çdo komunë ka aprovuar, dhe komuna e Prishtinës duhet të aprovoj. Të janë kriteret, procedurat, format, se si një familje që kërkon më kthye në vendin origjinës, më me trajtuar. Ne si komunë jemi një farë forme si monitorues, kurse Ministria e Kthimit është ministria e cila e mbulon me financa. Çdo procedurë kthimit, ministria e mbulon. Do të thotë, komuna e jonë nuk është ngarkuar me mjete financiare, se kështu ashtu nuk kemi fonde, edhe nuk është ngarkuar me këtë prezë. Prandaj, këtë është e gjitha ajo çka shkruhet të rregullore, edhe çka komuna e Prishtinës duhet të jetë zyra, faktikisht zyra për kthim dhe reintegrim, duhet të jetë gjithmonë aktive në kërkesat e të zhvendosëve e tash. Deshta ja ma shkurt se kthimi i të zhvendosëve është një procedurë tjetër, a kthimi i riadësuarve është diçka tjetër. Do të thonë dy procese të cilat me kthimi jemi marrë te vitit 2004, kur Miku e ka dërzuar komunës të zyre, kurse me kthimin e të zhvendosëve nga shtetet e huaja kemi marrë prej 2010. Mustafa, faleminderit sqarime. Sa mu kam jau. Për shoqërimi po tonë më pastaj kimetja. Du me sqaru, sepse ne po miratojmë një dokument dhe këthe po miraton kuvendi, është plani veprimit. E dokumente, ti standardi duhet me qenë të dhënat e sakta, sepse dhënat daljen zyrtaresht nga institucioni. Së të themi se në komunë Prishtinës janë vetëm 42 shkolla fillore, 8 institucione parashkollore, sepse ka dhe shkolla tjera private. Ato e një institucione dhe edukimi i popullsisë bëhet në gjitha nivelet institucionale për kohë. Prandaj le të marrim dhënat nga drejtoria e arsimit, le të pasqyrojnë këto dhe të duket dokumenti serioz. Lutem. Faleminderit. Atë që ato takimi është qëndrueshme, atëherë është mirë. Ne miratojmë, por me përmirësim. Ne miratojmë, po me qito vretit të inkorporohen, qito sidomos tash të dyja që e tha Agimit. Mos duhet 42 shkolla, mos duhet vetë qerdhe, po kur mbushni ju me dhonat sakta, ana propozoj që ta miratojmë se është
e interesit. A ka dikush, nëse jo, atëherë përgatit. Kimete, ordon. Po, faleminderit, përshëndetje, normal që e përkrahëm, edhe është i nevojshëm, po më intereson fondet ndahen, do me thonë në këtë zyre për këto investimet të gjitha që banë, por në komuna tjera janë ndërtu shtëpit për të zhvendosën, për të kthymit, edhe nuk janë kthy. Do me thonë ka kritere me siguri se si do të veprot këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit, Kimet. Po përgatitni për votim, i vendosni. Dovoljet procesul în votim, Ioanin Fundar de Râine Păștândosă. Me urejtje që ka kini, jenë informata të kulturë të sakta, për shkolla, për qeshë, po të informat jenë që është në interes të përshirje në këtë janë të Po, prezentimi 34 anuar, të të votu, ora 18. Apo bëjmë një pauzë, rregull vazhdojmë. Falni që ju shqetësova. Ja, pret një pauzë. Shumica janë me vazhdu dhe po vazhdu. Ne kemi pikën e 10 rendititës e që është raporti për sigurinë në shkolla. Drejtoresh e keni fjallën, urnoni. U vendos ke që është që tash më këthim mroma nuk ka. Urno drejtoresh dhe shvizoj rastin ta uroj mandatin për antorën deputetit parlamentit. Faleminderit kryesues, përshëndetje të gjithëve. Po përshkoni. Faleminderit gjithëve. Të dëgjoni, lutëm. Shkojmë zgjedhje, vazhdojmë çdo që tjetë vullneti i shtetarëve, unë vazhdoj me qenë drejtoresh për sot raportin për sigurinë në shkolla ju kemi përcjell, e keni gjithë, andaj unë do të mundohem që të mos i lexoj ato që veç i keni të shkruara. Do të bëj vetëm një përmbledhje të shkurtë të aktiviteteve tona, e vetëdijshme që kemi punu shumë, dhe me thonë puna jonë në shkolla ka qenë në aspektin e sigurisë në disa drejtime dhe në disa nivele, dhe me thonë kemi punu afër me shkollat duke fillu prej drejtarëve të shkollave, mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve në aktivitetet të ndryshme, qoftë në takime, në punëtori, në trajnime, në shërtimin e rasteve individuale dhe aktivitete parandaluese, në mënyrë që të sigurohet sa më shumë një infrastrukturë e përshtatshme në të gjitha drejtimet për sigurinë e fëmijëve në shkolla. Përpos kësaj kemi bashkëpunu me institucionet qeveritare, me Ministrinë e Arsimit, me ministri tjera të linjes në Policinë e Kosovës e kështu me radhë, dhe kemi pas një bashkëpunim shumë intensiv me organizata të ndryshme jo qeveritare që operojnë në Kosovë, për shembull me UNICEF-in, me KEC-in, me SOS Shokrat e Fëmijëve, me Save the Children, Syri Vizion e kështu me radhë. Jemi mundu që aktivitetet e ndryshme që këto organizata i ofrojnë në shkolla, ti harmonizojmë dhe përvojat e mira që jemi në shkolla ti shpërndajmë në sa më shumë. Dhe me thonë, nëse një organizat ka ofru aktivitete në një shkollë ose një numër të kufizuar të shkollave, jemi mundu që këto praktikat të mira t'i ndajmë në sa më shumë shkolla. Megjithatë, unë jam shumë e vetëdijshme që kemi akoma shumë punë përpara në lidhje me sigurinë e nxënësve në shkolla, në krijimin e një infrastrukture fizike, ligjore dhe në përgjithësi një ambienti miqësor për fëmijët në shkollat tona.
Ju jeni tashmë në njëri që ne në vitin 2015 kemi aprovuar planin e veprimit platforma për sigurinë në shkolla, që ishte paraporë për vitin 2015-2018 dhe në kuadër të objektivave strategjike të aprovuara në atë kohë, ne kemi punuar duke filluar prej objektivit parë që ka pas të bëjë me përmirësimin e infrastrukturës fizike në aspektin e sigurisë e institucioneve të arsimit parauniversitar. Domethënë ne kemi punuar duke vendos kamerat e sigurisë, rrethoja, duke u siguruar që pajisjet dhe inventari që shkojnë në shkollat janë sipas standardeve dhe në pajtim me kërkesat me moshën e fëmijëve. Dhe po ashtu kemi pas kujdes në ndërtimin e objekteve të reja. Ka akoma objektet ekzistuese të cilat në pamundësi financiare nuk i ofrojnë të gjitha kërkesat sipas standardeve, qoftë për shembull pjerinat apo infrastruktura tjetër ekzistuese, ndërsa në gjitha objektet të cilat janë ndërtuar apo ku është punuar në përmirësim të infrastrukturës gjithmonë janë pas parasysh standardet që kërkohen për shkolla të sigurta dhe për mirëqenie të fëmijëve. Në lidhje me përmirësimin e infrastrukturës për rastet emergjente, në VMC kemi kujdes në kontrollat e rregullave të pajisjeve të sigurisë, për shembull aparateve të zjarrit, janë bërë aktivitete të ndryshme vetëdijsuese në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe institucione tjera, domethënë për çdo vit organizohen aktivitete të improvizimit të situatave emergjente në shkollat e caktuara, ndërsa të objektiva strategjike e dytë, kornizë ligjore që garanton siguri në hapësirat shkollore dhe rreth hapësirave shkollore, tashmë rregulloria e cila është aprovu vitin e kaluar nga kjo asamble, edhe pse nuk ka të bëjë krejtësisht me sigurinë në shkolla, ja adreson edhe çështjet e sigurisë dhe krijon mundësi për gjithë prindërit. Rregulloria është publikuar edhe në webfaqe, domethënë të rregulloreve të aprovuara nga Kuvendi Komunal, dhe mendoj që kanë ndihmuar në vetëdijsimin edhe të prindërve, edhe të fëmijëve, edhe të mësimdhansve për të drejtat e tyre përpas përgjegjësive dhe kompetencave që i kanë. Në lidhje me objektivin specifik, domethënë te objektivi 2, sigurimi i sistemit të komunikimit në mes të DKA-s dhe shkollave, tashmë ekzistojnë emaila zyrtar me të gjitha shkollat, janë takime të rregullta në nivel të aktivit të drejtarëve, të aktiveve profesionale dhe takime tjera të cilat adresohen edhe këto çështje të sigurisë, dhe që të mos kaloj të secila prej objektivave, domethënë specifikisht, e përsëris edhe një herë që janë trajtuar edhe rastet individuale që fatmirësisht nuk kanë qenë të shumta, po megjithatë vazhdojnë me qenë shqetësuese edhe derisa të ekziston edhe një rast i vetëm. Një përparësi është edhe mbështetja që na është dhënë te koordinatori apo zyrtari për sigurinë në shkolla. Në komunën e Prishtinës, domethënë jemi e vetmja komunë e cila kemi një zyrtar i cili mirret ekskluzivisht me çështjet e sigurisë në shkolla. Ai është vazhdimisht në terren, në vizita në shkolla, në takime me prindë dhe i përcjell raporte të rregullta për rastet që i ka trajtu dhe ka pas një, ashtu të themi, një vetëdijsim goxha të madh në shkollë, në lidhje, sidomos në mos përdorimin e dhunës nga ana e mësimdhënësve apo drejtorëve të shkollave ndaj nxënësve dhe në vetëdijsimin e prindërve në mbrojtje të drejtave të fëmijëve të tyre. Unë nuk po e zgjas më shumë, jam në dispozicion për çdo pyetje apo çështje që është me interes për ju, qoftë për përgjigje tani ose për dërgim ndonjë kështu përgjigje më specifike me shkrim. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit drejtoresh. Po shkojmë si mas grupe parlamentare, po para se me shkuën po i thonë vetëm dy fjali. Materiali raporti sigurisë në shkolla është shumë i përgjithshëm. Domthonë, unë mendoj që është do të jetë më konkret. Gati mu analizu siguria nështë edhe në se cilin shkollë, fillore të mesme se nuk janë shkollat tona pa probleme. Ne jemi prind, edhe gjithë dhe ju edhe ne, edhe shumë që ka probleme. Kështu që kë është një material shumë i përgjithsuar. Unë mendoj që është dashur të jetë pak më konkret. Unë nuk po e vazhdoj më tepër që sigurisht do të diskutohet këtu, po mendimi im është këtë që thash. Po shkojnë si mas grupeve të këshilltarëve, nga LDK agent,
Fusha e sigurisë është një fushë mjaft komplekse, që kërkon trajtim shumë dimensional, sepse direkt kemi të bëjmë me jetën e njerëzve tanë dhe në aspektin e sigurisë involvohen të gjithë faktorët të mundshëm në institucionet edukative arsimore. Prandaj është fushë që duhet të trajtohet her pas herë dhe të japim përpos informacioneve që do të marrim nga drejtoria përkatëse dhe shërbimet përkatëse, japim kontributin tonë në forma ndryshme që ajo fushë të kultivohet ma shumë të perfeksionohen shërbimet për brenda institucioneve dhe të funksionalizohen veprimet operative të shërbimeve profesionale dhe faktorëve tjera relevant periferik apo ata direkt që janë të lidhur me institucionet edukative arsimore. Shpeshherë të fushë kuptojnë vetëm me problemet ditore që ndodhin, konfliktet e përditshme të fëmijëve, nxënësve, të faktorë tjerë involvues, jashtëm, rrahjet, kacafytjet, fatkeqësisht ndonjëherë edhe rastet më të rënda, por fusha sigurisë nuk e nënkupton vetëm këtë faqe të problemit. Fusha sigurisë nënkupton gjithçka që ka të bëjë me jetën shkollore. Prej kushteve teknike, objekteve, standardeve të brendshme, inventarit të brendshëm, pastaj anës tjetër të kulturës emergjente që ndërtohet brenda shërbimeve kadrovike, brenda dhe kushteve teknike emergjente dhe faktorëve tjerë të brendshëm dhe të jashtëm, rolit të prindve që është përmend në objektivat të pasqyruar këtu. Por ajo që do të na kishte ndihmu neve që të fitojmë një opinion pak pasaqë, kishte ndoshta dhëna statistikore të punës të statistikore të natyrave të sigurisë brenda shkollave, të zhvillimeve të ndryshme të konflikteve, të masave tjera, duke i krahasuar me të kaluarat, për të nxjerrë një konstatim se çka duhet të veprohet me prioritet në të ardhmen, që për çdo ditë në të ardhmen njerëzit të vjen më të sigurt, kenë kushte më të mira për mësim aty, kenë një shëndet më të mirë, të mund të kenë të fitojnë një kulturë paraprake që në raste emergjente të dinë si të veprojnë, dinë të përdorin mjetet për parandalimin e zhvillimeve të rrezikshme, në rastin e tërmeteve, në rastin e vërshimeve, në rastin e fatkeqësive natyrore e tjera. Unë po flas në aspektin e përgjithshëm, mirë, po të kishim disa të dhëna statistikore që do t'i kishte ndoshta i ka grumbulluar zhyra përkatëse, do të na ndihmonte që të fitojmë një opinion pak më të saktë lidhur me punën që është bërë, sepse çdo investim që bëhet në institucione shkollore, ajo bëhet në të mirë të krijimit të kushteve që nënkupton edhe forcimin e sigurisë jetës së njerëzve dhe fëmijëve tonë në ato institucione. Faleminderit. Faleminderit për shpërthim grupe zonja Hatice. Drejtorisë e arsimit për këtë raport që na ka sjellë për sigurinë në shkolla. Siguria nuk është e mirë nivel vendi, po flasim përgjithësi, edhe statistikat këtu në raport që na kanë sjellë se organizata botërore thotë 24% e fëmijëve e nxënësve janë përfshirë në rrahje brenda 12 muajve, ose ajo tjetra që 24% e adoleshentëve thotë kanë përjetuar dhunë psikologjike. Apo edhe tjetra se 20% e trive në një platforme vetë kanë qenë ata që kanë ushtruar ngacmim ndoshta psikologjik te dikush tjetër. Ty e pas parasysh edhe gjithë këtë situatë, mendoj që edhe komunë të Prishtinës duhet bëjmë edhe më shumë. U thanë shumë gjana dhe për drejtoreshës edhe prej të tjerëve këtu. Mendoj që në shtatë të tjera duhet shtohet edhe numri psikologëve të dihet arsyeja se pse vjen deri te kjo dhunë ose pse fëmia ushtroi dhunë, qoftë në raport me njëri tjetrin ose të tjerët edhe domethënë të shihet kjo,
edhe që të numri kamerave edhe ma shumë në shkolla, në më përshirë sa ma shumë shkolla që janë të monitoruara përmes kamerave, edhe mendoj se ky plani veprimit edhe platforma për sigurinë shkolla 2015-2018 shumë është e mirë që besoj që do të ndihmoj që të kemi një siguri më të mirë dhe duhet punojmë vazhdimisht. Faleminderit. Faleminderit Hatixhe, nga PDK Muhamet Selmani. Faleminderit kryesues. Unë veç në pas raport të isha një dy pyetje i kam për drejtoreshën, nëse është e mundur me pas të statistika se s'vi por është paragrafi ku bëllon dhuna si fenomen dhe dënimi si modë disiplinore. A kene në statistikë numrin e masave që janë shqiptuar pa marrë parasysh nivelin, edhe kështu mujtë me pas nesi asamble. Edhe pyetja e dytë ka të bëjë me incidentet në shkolla. A kene në statistikë apo renditje numrin e incidenteve që kanë ndodhur në shkolla për shkak gjatë kësaj periudhe, edhe si janë klasifikuar këto incidente duke filluar nga ato më të vogla deri ato më të mëdha kur kemi raste të caktuara si vim për vrasje apo thirrje me thika. Faleminderit. Faleminderit Muhamet, nga AKR-ja Melinda Sofi, Urna Melinda. Faleminderit kryesues. E falenderojmë drejtoreshën për prezantimin dhe për raportin që na është dorëzuar me materiale. Ne kemi analizuar dhe jemi të vetëdijshëm që ky plan i veprimit 2015-2018 ka arrit një siguri pak më të lartë në shkolla se në vitet e kaluara. Është evidente që në shkollat e Prishtinës jo në të gjitha është siguria e njëjtë dhe kishim menduar që kishte më qenë mirë drejtoria me pas parasysh shkollat të cilat ka pas më tepër incidente me shtu sigurinë përmes kamerave, por besoj që atë propozimin që dha profesoresha kishte më qenë mirë me pas vëzhgime me kamera, sigurisht e kish ndihmuar shumë sigurisë së shkollave. Po e shoh që në vitin 2016 i keni shqyrtuar mbi 100 ankesa të cilat kanë ardhur prej prindve si pasojë këtyre incidenteve dhe problemeve. Po besoj shumë që drejtoria ka bërë një plan veprimi për vitin 2017 dhe me drejtu fokusin edhe punën ka shi aty në shkollat të cilat kanë pas më shumë të lashe. Faleminderit. Faleminderit Melin, nga këja Fadili Pokosh. Partia Drejtësisë, profesor Mediu. Faleminderit zoti kryesues. Raportin e kem shikuar dhe kemi vënë re gjëra që ne ondesht, po kemi vënë edhe mungesa që është mirë t'i kemi, për të statistika nështë na kishën ndihmu. Ne te kamerat jemi të deklaru pak ma heret, por edhe sot do të deklarohemi që jo atë shumë